kalojmë pak në atmosferë festive. Sot është e premtja e madhe dhe të dielën janë Pashkët për besimtarët ungjillor dhe katolik, ndërkohë që ortodoksët i kanë të dielën tjetër. Dhe kam kënaqësi të kem pastor Ben Pangon. Pastor, kënaqësi të kem. Faleminderit shumë që u bashkove. Di që është mëngjes, je zgjuar pak herët sot, por në këtë javë të madhe besoj kanë qenë angazhimet maksimale. Po, faleminderit për ftesën, themi. Pastor, trego pak si po përgatiteni për Pashkën aty në Amerikë. Jo, është interesante se sa herë unë ftohem nga ty, ka një çështje drejtësie Nuk e di. Kjo tregon që kemi shumë çështje drejtësie, domethënë. Drejtësia po funksionon. Por kjo ka lidhje direkt me Pashkën, themi. Shiko se çfarë thot fjala e Zotit. Në Biblën pra. Nuk ka, po patjetër, Romakëve 3 vargjet 10, 11, 12. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Pra, Pashka është në thelb drejtësia e Perëndisë dhe shpesh herë kam parë në lajme siç kemi parë, domethënë që kërkojmë drejtësi dhe unë i lutem çdo shqiptari të mos kërkojë drejtësi me Perëndin të paktën. Okay. Pra nëse ne kërkojmë drejtësi me Perëndin, ne të gjithë jemi fajtor, shpallemi fajtor nga Perëndia. Dhe ky është problemi më i madh që ka çdo njeri. Nuk është varfëria, nuk është rreziku nga Irani, apo diçka tjetër që po frikohen njerëzit tani. Problemi më i madh është ai që ne jemi në armiqësi me Perëndin. Pra nëse do të pyesësh njerëzit sot, a je mik apo armik i Perëndisë, ata do thonë jemi miq. Edhe kjo është gabim. Është gabim të themi jemi mik të Perëndisë pa e ditur se si bëhemi mik të Perëndisë. Dhe prandaj Perëndia duke parë këtë problem të madh që ka çdo njeri, mendoj për zgjidhje. E kuptoj. Dhe zgjidhja ishte Pashka. Ai vet zbriti nga qielli për të zgjidhur problemin ton më të madh. Edhe pse ne nuk e shikojmë kështu, dhe ky është mesazhi im për gjithë shqiptarët sot dhe për ty dhe për çdo njeri që dëgjon. Problemi më i madh nuk janë ato që kemi ne në mendje ose ato që na thuhen lart e poshtë, por është problemi me mëkatin, të cilin e zgjidhi vetëm Jezu Krishti në kryq. Ky është mesazhi i saktë i Pashkës. Nuk është gëzuar Pashkën, të mira me gëzime, le të ham çik mish qengji, edhe pse unë kam bler qengjin dhe do ta festojmë edhe me mish qengji këtu, por duhet të kuptojmë pozicionin që kemi përpara Perëndisë dhe atëherë Pashka do të bëhet e jona. Atëherë do të merret mesazhi i vërtet i Pashkës. Dhe fjala e Zotit thotë pa gjak, pa derdhje gjaku nuk ka falje. Ky është një varg tjetër tek hebrejt, që vetëm gjaku lan mëkatin. Dhe vetëm Perëndia me anë të Pashkës dhe me anë të qengjit të tij të patëmet e zgjidh problemin që ne kemi më të madh, që është mëkati ynë. Pastor, ndalem pak tek përgatitjet për Pashkën. Sot është e premtja e madhe e quani ju, ortodoksët thonë e premtja e zezë, e vdekjes e kryqëzimit të Krishtit.